Shërbimet e Komisariatit të Policisë VAUID-s pas marrjes së njoftimit se në fshatin Kosmaq një 53 vjeçar kishte dhënuar fizikisht një shtetas dhe e kishte ndjekur me mjet prerës në dorë, kanë organizuar menjëherë punën për kapjen dhe vënien e autorit përpara përgjegjësisë penale. Si rezultat i reagimit në kohë dhe i veprimeve profesionale, është kapur dhe arrestuar 53 vjeçari banues në fshatin Kosmaq VAUID-s. Dje ka kallëzuar një 28 vjeçar se ky shtetas e ka goditur me grushte dhe e ka ndjekur me thik në dorë për disa minuta. Gjithashtu po dje ka kallëzuar një 63 vjeçar se gjatë muajve prill dhe shtator 2025, ky shtetas i ka thyer xhamat e furgonit dhe të vetratës së dyqanit dhe ka dëmtuar një automjet tjetër, ndërsa me datë 23/9/2025 e ka konstatuar 53 vjeçarin në afërsi të banesës së tij duke mbajtur një sepat në dorë. Gjatë kontrollit në banesën e autorit, shërbimet e policisë kanë gjetur 4 mjete prerëse, 3 thika dhe një sepat, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet i u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme, për veprat penale, kanosja, plagosja e lehtë me dashje dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta.